Zoti Kërnaja, debutime fitore në krye të Parkinës së Kuqe, si ndiheni? Ndihem shumë mirë, shumë i gëzuar për ekipin, për çunat, për gjithë çunat me parë tek e fundi, edhe ata që nuk luajtën sot ishte shumë e rëndësishme të ishin pjesë e grupit, bashkë me djemt të cilët edhe nuk erdhën fare. Më pëlqeu i grinta, dëshira për të fituar, për dalë nga kjo situatë. Cili është mesazhi juaj për lojtarët pas kësaj performance? Për lojtarët pas kësaj performance është të vazhdojmë të punojmë, siç kemi punuar këto 10 ditë, vazhdojmë të punojmë me punë, vetëm me punë dilet nga situata që është tani. Siç kemi punuar deri tani të gjithë bashkë, grup, kokën ulur, dhe të ecim përpara. Shumë faleminderit dhe shumë urime. Shumë faleminderit dhe ju. Unsall, Ju ishit lojtari decisiv në golin e fitores. Si u ndjet në atë moment? First time is thank you so much, it's fun. Coming every game. Së pari faleminderit shumë për prezencën në çdo ndeshje. Next game coming head team. Thank you so much coach. Thank you. Falenderoj shumë trajnerin, ekipin, drejtorët sportiv, stafin dhe tifozërinë e Partizanit. Këto javë kanë qenë një situatë vërtet e vështirë. Rëndësi ka që këtë sfidë fituam duke marrë 3 pikë. Important this game is win. Elhamdulillah. Dhe inshallah fitojmë dhe sfidën e ardhshme. Jeni shpallur lojtari më i mirë i ndeshjes, duke i dhënë ekipit 3 pikë. Si ndjeni për këtë trofe? Me again say important 3 points. E përsëris dhe një herë, rëndësi ka që ne morëm 3 pikë. Nuk ka rëndësi nëse shënon Vusall, Skuka apo Marku. Rëndësi ka që ne fituam. Important 3 points. Congratulations. Thank you so much.